cilat shërbime ndoshta e kisha nis, ka fillu qendra thirrjeve me punu edhe cilat janë sot ato shërbime që i ka në praktikë. Ka qenë kontaktimi i tatim paguzve me borxh dhe deklarata që mungojnë. Ka qenë një vlerë e caktuar e borxhit deri në 3.000 euro, tatim paguz që kishin borxh 3.000 euro. Kjo vlerë e borxhit ka ndryshuar vit pas viti. Më pastaj kemi filluar me pranimin e thirrjeve hyrëse, ku qytetarët e tatim paguzit kanë mundësi të kontaktojnë administratën tatimore përmes qendrës thirrjeve, kuptohet, që të marrin informata për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me tatimet. Që nga periudha e pandemisë i menaxhojmë edhe denoncimet, ku qytetarët kanë mundësi të paraqesin parregullsitë e bizneseve, po gjithashtu edhe sjellin jo të mirë të zyrtarëve tonë në terren. Kem vazhdu pastaj me një aktivitet tjetër që ka qenë kontaktimi i tatim paguzve mos deklarues. Kemi filluar vetëm një lloj tatimi që ka qenë TVSH-ja, po sot kontaktojmë tatim paguz për gjitha llojet e tatimit. Gjithashtu e kemi edhe një punë tjetër që nuk është punë jona rutinë, janë kampanjat. Kjo varet nga kërkesat e administratës tatimore për të përqendruar ndonjë mesazh caktuar te një segment i caktuar i tatim paguzve